dikur provimet bëheshin me shkrim dhe me gojë. Dhe çka kishte të mirë? Kishte të mirë sepse mësuesit i njihnin nxënësit. Dhe mësuesit ju jepnin shansin që ata jo vetëm të provonin veten, po jepnin shansin që t'i ndihmonin për të realizuar pritshmëritë e tyre, sepse provimi është emocion i madh. Ndërkohë që sot që në çerdhe, në kopësht, fillon lufta kush është më i miri, më i preferuari dhe nuk krijojmë socializim në shkollë, po krijojmë individualizëm në shkollë. Kjo është gjëja e parë. Inferior pjesën tjetër që ndoshta nuk është. I keni parë videot e fundit që tregon se si edukohen fëmijët në Japoni, në Kinë, në vendet e zhvilluara. As nota, as detyra, as nota, as detyra, edukimi shumë ndryshe. Dhe përveç kësaj i ka mësuar të aftësohen për të përballuar jetën të gjithë, dhe ata nuk kanë as pastrus në shkollë, i pastrojnë nxënësit, nuk kanë, kur shkojnë ke menza i bëjnë të gjitha bashkë. Pse? Jo për t'i vënë fëmijët e vegjël se duhet t'i ruajmë ne papa nga pluri dhe pastaj i lëm dhe luajmë me PlayStation gjithkohën. Tani, për të kuptuar pse provimet janë të rëndësishme dhe 3 këshilla për studentët, njëherë pastaj për prindërit. Të dashur maturant, duhet të kuptoni një gjë, e keni realizuar gjithë dijen. Tani është momenti për mbledhjes. Për këtë arsye gjithkohën që keni pushim dhe që keni për studim, merreni dhe alternojeni bukur. Alternojeni duke marrë ato që quhen pjesë të vogla që janë tullsat kryesore për t'i mbajtur mend. Mos mendoni që do kapni të gjithë lëndët në 3 vite se është e pamundur. E dyta, hani shëndetshëm dhe mundohuni të hiqni dorë nga pjetë e gazuara apo pjetë energjike. Kafeina gjithashtu. E treta, duhet të bëni një gjumë të mirë në darkë. Dhe prandaj këshilloj prindërit që të kenë kujdes për maturantët, t'u japin gjithë ngrohtësinë, dashurinë dhe mos t'i fusin në atak paniku. E katërta, mbasditen kaloheni në një vend të bukur, mund të jetë ose fundi para se të flini, një kinema, një film, sidomos një shëtitje, sepse ju në aspektin psikologjik ju largon nga ngarkesa që keni dhe ju çon për ta qetësuar trurin dhe truri për të pastruar ato që për cilat ju keni nevojë në provim. Dhe fundit, kur të hyni në provim që të lexoni tezën, mos prisni çfarë do t'ju thotë shoku mbrapa. Lexojeni nga fillimi deri në fund. Vetëm lexojeni herën e parë, herën e dytë merrni frymë dhe filloni të zgjidhni ato që i keni të sigurta. Dhe pastaj filloni gradualisht nga më e thjeshta te më e vështira. Kjo do t'i krijojë mundësinë që ju të merrni rezultate maksimale. Një gjë ju garantoj, tani ju garantoj jo si Nora Zysha, po si njeriu që e njeh gjithë procesin, se kam qenë kryetare maturës për 8 vite, që teza është mesatare. Pra, jep shansin edhe atij që është maksimalist dhe që atij që është minimalist të marrin rezultatin e dëshiruar. Prandaj mos keni frikë dhe teza e parë që fillon me anglishten, jam e bindur që të gjithë nivelin e kapni pa diskutim, si ai që do të marri më pak dhe ai që do të marri më shumë. Unë ju uroj shumë suksese në këtë provime, se janë shumë të bukura. Të duhurën për të dhënë këshillën maturantëve dhe prindërve që na ndoqën.